Çmontohet banda e Niklës që vidhte vipat grabitën sende me vlerë 1 milion euro. 7 antar të dyshuar të një rjeti kriminal shqiptar përfshirë liderin e tij janë akuzuar për rreth 50 vjedhje të banesave luksoze dhe figurave publike në Francë dhe Belgjik. Bëhet fjala për bandën shqiptare Nikla, e drejtuar nga Edison Pula. Ata dyshohet se kanë vjedhur mallra me vlerë më shumë se 1 milion euro. Janë burra dhe gra të kombësisë shqiptare, shkruan AFP. Edison Pula së bashku me një tjetër grabitës u arrestuan në 20 janar në Luksemburg, ndërsa 5 të tjerët u kapën në 4 mars pranë Reims. 30 vjeçari lindur në Krujë është dënuar me 14 vjet burgim për veprat penale, vrasje me paramendim, shkatrimi pronës me eksploziv, vjedhje me dhumë, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit, vjedhja dhe largimi i të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Gjatë operacionit, policia sekuestroi mbi 650.000 euro sende të vjedhura, duke përfshirë bijuteri orë të shtrenjta, çanta luksi, parakesh dhe automjete. Hetimet zbuluan se viktimat kryesore ishin biznesmen të zonës së Reimsit dhe futbollistë të njohur.